Përshëndetje, sapo kam marrë porosin nga temu me sapunët për flokët, shampo dhe për trupin, këto janë për trupin. Si që thash, kanë shumë pak përbërës, çfarë është shumë e rëndësishme në ditët e sotme që të përdorim produkte që kanë vetëm 1 ose 2 përbërës, sepse janë më të sigurt, më të shëndetshëm, janë më pranë organikes, biologjikes dhe nuk kanë përbërës kimikate apo të prodhuara në mënyrë industriale. Këto sapun që janë prodhuar në mënyrë artizanale, sidomos në vendet e lindjes së mesme apo të largët që ne tashmë e dim, indianët i përdorin shumë, i prodhojnë vetë këto. Nëse lexon përbërësit pas të sapuni, këto janë të gjitha çfarë ka trumeriku apo limoni dhe xhinxheri. Përbërësit që janë, domethënë këtu të shkruar, janë të shpërbër, të sqaruar gjerësisht. Ky është një sapun me mjalt i cili sërish te përbërësit ka përfshirë vetëm pjesën e mjaltit, pjesën e vajit të ullirit, me sa lexoj, aminoacide, pra gjitha ato përbërës që ka mjalti dhe përbërësit që e mbajnë këtë në këtë formë. Është edhe ka pak aromë si pjeshk, sepse thotë që është si kajsi, sepse thotë që është e përbërë dhe me kajsi. Ky është një sapun që përdoret për flokët, shampo, është me rozmarin dhe biotin, është për zgjatjen e flokëve dhe biotina është për vlerat ushqyese. Sërish po t'i shikoni përbërësit pas, ka vetëm vajra të ndryshëm, glicerin, ujë, thot këtu, biotin, rozmarin, pra nuk ke përbërës të çuditshëm si ata që lexon pas shamposh, acide të ndryshme, pafund. Ky është një sapun për flokët sërish të shampo, është me vajin e kastorit të zi, dhe ky ishte që t'i bëte flokët shumë të buta dhe shumë me shkëlqim, po t'i shikoni. Gjithsesi, unë ju sugjeroj që kur e filloni ta përdorni një sapun, për shembull, kemi filluar këtë me rozmarin, derisa të mbarojmë këtë, të mos përdorim të alternojmë me të tjerë. Njësoj si me shampot që të mos i ndërojmë, është e mira. Një tjetër ishte kjo, seti, prap kjo ishte vetëm me rozmarin, pas një përbërës tjetër, dhe kisha dhe një me ginger, po, ky ishte me ginger, vetëm me ginger, imagjino çfarë të mirë që ka gingeri dhe ta kesh në flok. Dhe ky ishte me ujë orizi, prap vetëm me një përbërës, pra janë sapun të mrekullueshëm, edhe vërtet mund të kushtojnë pak, unë për shembull gjithë këtë set, po ta shikojmë këtu janë 4 sapun me mjalt për trupin, 3 sapun me trumerik dhe limon për trupin, ja po i nxjerr kështu që të duken më mirë, janë 3 këtu, dhe një set që kishte rozmarin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i kisha me rozmarin dhe biotin, 3 i kisha me vaj kastorit të zi, dhe kjo ishte një set me të ndryshme që ishte me ginger, me ujë orizi dhe rozmarin të treja. Pra gjitha këto mua më kushtuan diku te 3500 lekë të reja. Ndoshta dikujt mund t'i duken shumë, dikujt mund t'i duken pak, por po ta marrësh parasysh se sa shampo blejmë dhe sa shampo harxojmë, dhe përveç kësaj duhet marrë parasysh që këto janë produkte organike, produkte bio, nuk na bëjnë dëm, nuk kanë substanca kanceroze siç kanë shampot. Pra ruajmë shëndetin në radhë të parë, dhe të ruaj shëndetin është sigurisht kursim. Pra si që thash, vërtet mund të jetë pak më e kushtueshme, nëse llogarisim apo krahasojmë një shampo me këtë sapun kaq të vogël 60 gram dhe ka një çmim pothuajse të parafort, gjithmonë marrim parasysh që jemi me një produkt bio, me një produkt të prodhuar vetë, artizanal, dhe jo industrialisht apo me kimikate. Kështu që sërish kujdesi për shëndetin është një kursim më vete, sepse një sëmundje gjithmonë do shpenzosh më shumë, përveç faktit që do kesh dhimbjen apo shqetësimet, kemi ilaçet, kurimet, vizitat, dhe sigurisht që mënyra më e sigurt është kjo. Jo vetëm për flokët, për trupin, por në shumë gjëra, apo të kthehemi pas në kohë dhe të shohim prindrit tanë apo gjyshërit tanë kanë pas përdorur sa më pak gjëra sa më të thjeshta, nuk ishte plastik, që ne sot plastikin e kemi pafund në çdo vend, dhe sigurisht që është një burim kryesor për shumë sëmundje që ne shohim sot. Unë jam shumë e lumtur sepse përveç sapunëve bashkë me ta kishin ardhur edhe këto 2 rjetat, në të cilat duhet i vendosësh të varura në një vend, kur sidomos me këta sapun të trupit, sepse
Ja, siç e thash edhe për shampon, që shampoa mund të rri rreth një vit e hapur dhe nuk e humbet as aromën, as atë mënyrën, atë gjendjen e lëngshme që është, ndërsa sapunët janë shumë delikat. Duke qenë se përbëhen vetëm me përbërës bimor, janë shumë delikat dhe duhet të mos i lësh në diell dhe të mos i lësh në ujë në lagështi. Prandaj pasi i përdorim, i fusim në këto dhe i varim aty në banjë në një vend të thatë. Gjithmonë mos ju vej as avull është më mirë, sepse dhe avulli mund t'i shkrijë dhe na vën dëm. Kështu që zgjidhja më perfekte për këdo, ju sugjeroj të gjithëve që të përdorni sapun për trupin dhe për flokët. Mezi pres të përdor këtë me rozmarin, sidomos që është për zgjatjen e flokëve, sepse dua t'i zgjas. Dhe këtë që është me vaj kastori, dua që të më bëhen sa më të buta dhe të qëndrojnë vetë të shtrira. Do t'ju tregoj dhe rezultatet pas një muaji që të jem në përdorim të këtyre dhe do i shikoni vetë ndryshimin.